Shumë faleminderit Florian dhe shumë suksese. Vazhdojmë me pjesën e dytë të programit ku kemi djalë i cili këndon në Zvicër edhe sot ne do ta kemi pak me pyetje edhe për jetën e tij, si funksionon, si jeton, çfarë po bën, ku fiton edhe sa harxhon. E kemi Bledi Gegaj. Salut kam derdhur, unë për ty. Sa shumë të kam dashur. Më mirë me dy. Më mirë me një. Dhe fukara. Se sa pa ty. Pse më mirë me një se sa me dy? Më mirë me një. A më mirë me dy apo me ty, se di si është kjo? Ja, më mirë me ty. Me ty, nuk ka me dy. Unë kam menduar që më mirë me ty. Ja, më mirë me ty. Ku sa gabim me thash. Rujalte se... O, nuk ruh në bled. O, bled. A ka burra s'ka? Ja, ka burra. Bro. Si e? Mirë. Si kalon? Mirë, falem. Bled, më jep një prezantim i herë ta dim pak a shumë edhe shikuesit për ty. Unë jam Bledi Gegaj. Vin nga Malisheva. Regjoni Prizreni se kosh... Malisheva, regjoni Prizreni, janë disa Malisheva, po, ka dhe Malisheva në Gjilan atje. Po, jetën në Zvicër që 3 vjetë dishka. 3 vjetë? Po. Okej. Punoj me muzikë, punoj kështu normal, si me shqiptarët. Bukur. Si po duket 3 vite tash, si po duket jetën në Zvicër, Bled? Po mirë, nuk është keq. Mirë. Nuk është keq? Jo. A ke pa ndryshim prej Malishevës në Zvicër ajo? Normal. Ha? Atë është do të më ditë që diferencën, cila është diferenca? Po normal, se qërë tash Kosova, me thot drejtën prej luftës e knena, mirë ka hecë. Mirë ka hecë, po ka nevojë, halo, për shumë A i Lima ja i Malishevës? Po. A është i Malishevës Lima, ja? Fatmiri, po. E komandanti. Kështu që Zvicër, ndryshë ambienti, ndryshë njerëzit, ndryshë kultura, disiplina, koreksia, gjërat. A ki mujtë mua ambientu me këtë gjonat e këtu ida jo? Po, më thonë drejtën. Me pak fjallë, të pëlqen jeta këtu, apo jo? Po, më pëlqen. Të pëlqen jeta këtu? Pëlqen. Okej. Amo nuk me nej edhe shumë, ma shumë fokusën e kam në Kosovë prapë. Që do të thotë kjo, dhe mu këthy? Prapë. Fokusën, herë do kurë në zbesej që... Sa e ki vendos me jetu në Zvicër e kur do mu këthy? Nuk e di halo, më thonë drejtën, nuk e di halo, amo me qe, për shambull, fokusin e kam Kosovë me jetu. Në Kosovë e ke fokusin me jetu. Pra do më thonë, edhe pse ke ardhë në Zvicër me jetu punu e tu galu mirë, ti e ke prapë me jenë në Kosovë. Prapë më djeg se jam rritë që të dhe jam shkolluar, jam bo me ditë. A e din Bled se krejt kush ka ardhë në Zvicër edhe në Gurbet që ka dalë, ka ardhë me qëtë mendim si kur ti? Edhe krejt kanë metë këtu, a mos edhe ti një nërë ato që kemi metë këtu edhe ti, se kështu kanë orë krejt. Krejt kanë orë me ble një traktor, me ble një mzat një lup, me i shumue, edhe mu këthuj atje mrapa. Me ta drejtën krejt ma kanë tonë kështu, po... Unë po shpresoj ashtu. Po shpreson ashtu? Okej, inshallah. Unë uroj jo vetëm ti, po do ishte fantastike që gjithë shqiptarë që kanë dalë në Gurbet, paktën që ata që i kanë bo kushtet disi. Me marrë një vendim, si kur e kanë marrë vendimin marrë në Gurbet, një vendim e mu këthuj në vendin tonë prapë. Do ishte fantastike, po thëmë. Edhe në momentin që ne këthejme, se realisht të Bled tash me thonë drejten, unë që shikoj. Në qofë se në shqiptarët e diasporës do kishim marrë një vendim për të këthuj në vendet tona. Me gjejtë edhe mbështetje për shteteve tona, pa tjetër. Normal. Edhe me punu si që punojmë këtu. E me shfrytzu potencialin si që shfrytzojmë këtu. Me marrë situatën ndorë, me qenë korrekt edhe punëtorë si që punojmë këtu. Do e kishim bo vendin tonë fantastik për t'jetuar ne dhe trashëgimtarët tanë. Por realisht ne jemi pak më dembela kur shkojmë atje. Se di pse. Kur jemi këtu jemi më punëtorë, kur jemi atje jemi më dembela sepse natyra, vendi është e tillë. E këtu jemi pak më ndrysha. Ndryshojmë edhe ne si njerëz, ndryshojmë kur jemi atje, ndryshojmë kur jemi këtu. Po, është, mune me ndryshua ashtu, po, është esenca që për shumë me kry fakultetin në Kosovë, edhe morë me punu në Zvicër, në shka tjetër, s'peshet arsishme, po, do më kërë e këm kry fakultetin, unë s'ka pos mundësi pune, s'ka pos në kohë. Sot si e shikon? Sot është ma mirë. Ma mirë? Ma mirë është. Okej. Do më thonë është çdo herë të
Tu zhvillu çdo herë është tu kriju punë të reja, besoj janë rritë çmimet e punës, janë rritë çdo sen. Për artin, për muzikën, ka qenë më vështirë këtu, që i ardhur tash tër vite, apo atje, gjatë kohës që ke qenë në Kosovë? Qa me thonë, këtu unë e thëja se e kom pas rrugën e qeltë. Apo kupton, rrugën e qeltë edhe në Kosovë mirë, kom pas punë shumë, kom kalu mirë, po edhe këtu kom kalu mirë. Përgjithësi kom kalu mirë. Kush më e lehtë me bo art, muzikë, me këndu, këtu atje? Po, thëja se njajtë është. Njajtë, se na për shumë për Zvicrës shkujmë verë se kemë dasmat. Në Kosovë, Macedoni, Shqipëri pa morë parasysh edhe thëja se njajtë është. Çfarë repertori ki e bled? I kënon gjitha zhanret apo? Repertor gjitha zhanret, gati gjitha. Përveç rock që si me kënu edhe mere po vatë nuk din. Mere po vatë nuk din edhe rock nuk din. Okej, edhe me qiftelia. Me qiftelia, po. Qiftelin ma ka marrë vlaj, se sot do i kishim kënu, diçka me qiftelia. Qiftelia, tash desha me ta spjegu pak. Po, spjegu ma pak, lutem. Puna qiftelijës, dhe ma qiftelis prej moshës dikon 5-6 vjeqare, i bi qiftelijës. Okej. Edhe desha me falenderu mamin tim që më kam mësu mira. Se mami ka mësu, apo ka ditë edhe vetë ajo? Ka ditë vetë mira mami. Mami ka ditë me mësu. Ka ditë me mira. Dhe me thonë, ne kemë trashëgimi prej babgjyshit Okej. dajve, babit mamit, pastaj dajtë me. A e ke më falë nonën? Po. E ke? A i bjen për sëri qiftelis? Po i bjen halaka. I bjen mirë? Normal, nuk ka refleks, sa mo i bjen, aja më kam mësu mua. Okej, do ishte interesant kur vi për vizitë Zvicër, mami të na vitë. Edhe ne përshëndesim. Si e ka mirë mami? Shukri. Shukrijet, përshëndesim shumë teta Shukrije, respekt, kur vish në Zvicër dhe Bledi në vizit, bashkë me Bledin më ardhë në misionë dhe me era qiftelis të dy bashkë. Do ishte fantastike kjo, non medial. Pastaj, dhe më thonë, mas luftë deri në natë 7 që ashtu, babi jem ka ditë mi maru qiftelijat, sa është mjeshtër i dronit, edhe është mjeshtër kështë të bëgjërsi, po ka ditë me maru. Dhe më thonë, ka maru, po më mësu, sa mësu kërë. Mi maru, po? Mami ka mësu, babi ka maru. E djali ka këndu. Edhe ma ka maru një qifteli babit, është shprej publikisht. E ka maru një qifteli që është bukur akon, që besej që ke pona, se qifteli e ka pas bishtin kështu drejda. Kur thu e ka pas, a nuk është ma e ke thuj tash, a që e ki po? Ta është i pret, ta spjegaj. Pastaj, mas ju mësuva, one me mira qifteli, se kejnë regull. Edhe, babi, se që ka kap dhe qysh pahiri, e ka kap edhe i karon tuk edhe mu ka thuj. Pastaj fillej lufta, pastaj pas luftës, ishin kua pështira që ashtu, pastaj babgjyshi jam ramet lija, ma pat bleni qifteli për një kojshist vetë, edhe fillova prap me qifteli, isha, thëja se i mësu në gati, pastaj fillova me kënu folklor, me disa shukt me ato të venit tem, se ti përshëndes vlezrit zogaj, tash janë, më thë janë folklorista shumë të mirë. Pastaj kom bos një operim fët, i kom bo operacion bajamët. U dasht apo? U dasht me bo pa tjetër. U dasht me bo pa tjetër. A të kanë pengu? Shumë kanë pengu. Ka pengu kjo operacioni në za? Edhe pas operacionit, dhe me thonë 2002-ën, 2003-ën që ashtu, s'ka pas mjekësit mira të fjellë mas luftën, s'ka pas mjetët, mjek ka pas, po s'ka pas mjetët mira, edhe mu ka nëllë zoni 50%. Tu ka nëllë 50% zoni? Që më ka prejkë nuk e dikta. Okej. Edhe ta është prej Marokut, altin aty prej qefit, prej dëshires, qa me bon, qysh mi a bon, me kënu s'mo isha mo. I kom marrë, i kom bli organët. Edhe i kom marrë organës 11 vjetë. Se s'ke mujt me këndu. Po, sintit. Edhe tani ki dash me bo muzik me sintit. Dorë, me sint. Pastaj gjatë përvojës, gjatë kohës, të e ushtru ka pak, Ka shëdu zoni me tarë? Ka fillu po. Ka arri 100%? Jo. Jo? Deri 80%. Deri 80%, a? Ashtu, e? Pse interesant, e? Shumë interesant ka ndodhë kjo, po kështu që mirë, tash me kalimin e kohës, unë e kumë fillu me mësu disa teknika të zonit që për mos më lodhë, për mos më
Okej, domethënë e kemi këshill që mos me lodh fytin e zonën, apo si? Ja, po i kam ato autoteknike që mos më lodh. Po normal, domethënë unë do të më knu goti 3-4 herë në javë, mos më pauzu, se më njëherë fillon gushtimi edhe tani do të më shku një javë prapë derisa të stabilizohet. A e ke bë më operacion prej asaj herë në Kosovë apo jo? Ja, se kam. Ka nevojë apo s'ka nevojë, apo se ke vizitu? Nuk e di. Nuk e din. Se kam vizitu më. Okej. Se ndoshta këtu është pak më nuk e kam vizitu standardizuar me po mjekësia, ndoshta kishte mujt me bë diçka. Se kam vizitu më, se më. Okej, po kështu zonin pushë ki valla me 80%. Kështu duket po. Imagjino me pas 100%, na kishe qit vesh. Hajde me 80% në gjën pak strofë në gjë kështu të në var kongë me çifteli diçka. Hajde ja. Për një strofë një kongë si më pëlqen shumë më pëlqen. Okej, knoja po 80% zonit, a dini, se pas ka pas problem bledi. Treta demi Zahiro vloje, o dojmo me nis, o luften o me shkobre, jazini ja prite, no ne me merdor, mos ta lojmë kunas një vëte gjale. Ja knaqet betimi këta një kurt një qanë, blet betimin e kje fanë shmenun. Pa thëmë që betimi tranohet këtë kurt një qanë. Sa e futi duar në gjep me t'i hedhë një 200-300 franga, veç që thash në le duar në betim të tuva, në ali se këtë u tranu këtë. 80% është këtë zonë, bled? 80%. Interesant, me pas 100% që po për shetë i qikam? Unë e s'kom mujt me dalu për vete, unë tash e mura veç këtë problem të andin. Ja, kom posi problem, edhe shpesher, se këta shumica muzikonta që punoj e dina, prafërsisht, që edhe kam zonin pak të but, edhe nuk kam fuqi shumë. Edhe gjithë herë që pak mikrofonit ma shumë, po do me ditë me përdur, apo kuptoj. Okej. Tash ato teknika që i gjeti, a i kje pak më të avancume se sa kolektu, apo si? Qëfar teknika është përdorur ti për mos mu lodhë shumë? Jo, të avancume i kanë krejt kolekt, njëjtë teknikat, po është... Si është ti ngrej zonin pak ma shumë që mos më ngrej pak zonin pak ma shumë, edhe përdori mikrofonin pak ma mirë, apo kupton, one që shtu më mua që mes me kryu mikrofoni e kësi. Okej, ti me këndon çdo vikend? Çdo vikend. Që du t'i përshëndes pronarët e lokalit ku në këndon ti? I përshëndes shumë pronarët e Fikret Ajdini, Naser Ajdini, Luanin, Mirandin, Rinia Dacing, të veni. Ju përshëndesim shumë respekt për juve, janë zotni ata. Kam kalu shumë mirë me ta dhe jam të kalu mirë me ta shumë. Bravo, shumë mirë. Koleg tu, kush është kolegu jetë më i mirë? Me cilin e qonë mos mirë i bashkëpunimin? Me cilin këndon më mirë që e përshtatesh më tepër? Me krejt kaloj mirë. Përgjërsi, me krejt kolegët, po që më karo me punu ma shumë këtu në Zvicër, më karo me kujtimin. Me kujtim akikun? Po, e përshëndesim. Okej, e përshëndesim. Me ata këndoni ma tepër, a? Ma shumë karo me kujtimin. Okej, a mundesh me më kalzu? Me Bujorin, me Armendin, me Liridonin, me Avdijen, me gjithë në karo, po me kujtimin në karo pak ma shumë. Okej. Bled, e kam një pyetje. A mundesh me më tërgu diçka, po me më tërgu? Unë e kam një shok që vazhdimisht rrimë ta. Edhe ka një herë quhet ka ora 10 e mëngjesit 11 prej gjumit. E unë kur e marr në telefon e pyes, i them pse ka çvorën vlla, çau bo, thot kam nejtë të këshir një film te Netflixi. Tash du më kallzu, a mos më vjen më shef tas muzikë te ju, e unë s'di gjo, jo. A vjen muzikë shpesh, s'vjen shpesh që shoku jam që po foli për ta. Kallzon drejt tash që kam, drejtën, se shpesh jam thotë s'muj se kam pa i film, nuk më thotë që kam marrë muzikë. Po du me ditë, a vjen muzikë shpesh betimi ajo? Ma herë të orë ka pak muzikë, po tash që një vjetë mo e ka rallu. Sa ka rallu? A vjen një herë në 2-3 javë bele? E ka rallu me thonë drejtën broma ko. Broma kon? Për me kia? Amo s'ka lej, se po du me të kallzu drejtë. Më tranoj. Më tranoj kënjeri. Më tranoj mërë kësë di pëse më shajf, e pës kuj, ora 11 e ditës, thot jam konë të pa i film të Netflixi, për frytis jam konë mirë me grep, së më kalëtën kur që jam konë muzikë. Ja, s'ka lejtë pra më pak, anaj. Pas ka ardhe më konë pra më pak. Okej, mirë shumë. Ade i lumt. A në ali durën, ase në ali durën? Ja, s'po i punë dura mo? Nuk i punë. Nuk i punë dura mo, okej. Mirë shumë. E zbulova, betim, e zbulova që kam. E shef, pëse së më tërgan vetë ti mu?
Po pëse mërë se më tregon vetë mu që del atje... Po jo, në regull, po pëse më thuti kam pa film të Netflixi, pëse më rajmë? Kam pa film të Netflixi. Qarë projekti fundit që ke bo, kështë boj kong një hit shumë të mirë, Blet? Po, kemë bo një kong të mirë, e kom bo të në Shqipëri të dë shok të mi të Ervini edhe të Eri, Qerimi. Klipin ke boti? Apo dhe kongën? Kongën e kom bo. Kongën e ke boti në studio? Klipin ma ka bo Art Kreativ. Okej. Të Baresha. Okej. Network. O prit mirë kjo kongë? Mirë u prit. Me thonë drejten, nuk jam a fort i knasht, po... Pse? Qa si e knashur? Nga pritja apo nga konga? Konga ke mirë, super, po... Do shta alëshuva një ku... Pa përstashme? Pa përstashme. Okej, edhe nuk heci mirë apo si? Po mirë ka jesë, nuk është keq. Ke prit më shumë? Po kum prit pak më shumë, me thonë drejten. Okej, a ta një gjojmë pak kongën? Po. Okej, ta një gjojmë pak për çfarë bëhet fjallë dhe pastaj e komentojmë nështë. Po, tjetër. Hajde ta një gjojmë pak kongën me titull Jepma. Që të më thonë kjo Jepma? Para të melë shu Blet? Konga Jepma buzën tonë, për shembull. Që? A je martum që kam? Po. A ke pas probleme me këtë titull? Jo, s'kom pas probleme. Si pas probleme? Se fatmirësisht edhe nusën e kam që më bështet në çdo sen. Më bështet. Edhe të që kjo titulli ja? Sa ka problem, se e din çfarë burri ka. Okej. Jepma, thot Bledi. Pa! Bukuri natyrore, ajri pastër e qetësi absolute. Kjo është jeta që ofron kompleksi Anesi në zemër të Artanës. Vetëm 40 minuta nga Prishtina dhe 10 minuta nga Gjilani. Larg zhurmës së qytetit dhe afër natyrës që frymon. Çdo vit një kryevepër. Dizajn unik, 250 metra katror banim me leje ndërtimore dhe plan urbanistik. 2 kate, terasa panoramike, pishin private dhe shumë çka tjetër. Përjetoni bukurinë e fluturimit në qiell.